nuk e kuptoje që Viserlo nite me Laertin. Dorën kështu mos ma bëj se nuk janë teori. A e bëre ti dorën këtu? Ti e bëre këtu, unë e bëra këtu. Çfarë ndryshimi ka nduar? Tani Danja. Pse flet kështu? Si po flas, me shumë mirë po flas. Atë po të më the një përgjigje. Ti nuk e kishe kuptuar që Viserlo ishte i atashuar tek Laerti? Nuk merr vesh me njëra tjetër. Ore, unë po të flas për situatën ti fletuara. Nuk e kuptove që Viserlo ishte i atashuar tek Laerti? Këtë e di apo se di? E di apo se di, kaq. Më kthe përgjigje, po jo. Pse të kthe? Kush je ti? Nuk do ta kthesh përgjigjen. Mos më kthe përgjigje kur të pyes. Nuk do ta kthesh përgjigjen. Okej, dakor, mos e kthe. Mos e kthe. Apo diskuton. Jo, nuk do diskutojmë ujëra, diskutojmë gjëra konkrete. Edhe pse ishin të zëna, Viserlo unë zgjodha që të shpëtonte ty. Po më shpëton, e bëri ti pra, pse se bëre ti? Pse apo binte unda, pse se bëre ti pra? Se kështu po përdor shprehën. Ardos. Çfarë të bëja? Pse se zgjodh? Pse nuk më zgjodhe ti pra? Të binte unda. Dhe ti mua më ke zgënjur. Çfarë lidhje ka se ishim zëna? Marrëdhënia ime me dhe jotja. Dhe marrëdhënia duro që ti bëjmë gjërat me radhë. Marrëdhënia ime dhe jotja. Dhe marrëdhënia jote me Viserlo nuk kanë të krahasuar, Danja. Njësoj e kishe ti marrëdhënie me Viserlo. Njësoj, ka ardhur. Unë Viserlo as e kam shpëtuar ndonjëherë. As fare, unë e kam larguar fare Viserlo. Unë se kisha si ty jo. Viserlon ti e kishe afër vetes që kur donte ai të fliste, kur donte ai, sipas hënës. Jo, kur donte ai. Kur doja unë. E po ka ikur. Kur donte ai.